Përshëndetje gjithve vëllezër, miq të dashamirë, luftëtorët, të devotshëm luftëtorët, trishënëtorë të UÇK-s, nesër 9 pridi, nesër përvjetori vllavit tem, vëllezërve, nëndëshmorëve, të luleve që kanë ro me vllavin tem, nesër përvjetori në ora 11 une do t'jem bareza dëshmorëve mu përul të vori vllavit, kusherit po ju ftoj që keni mundësi të merrni pjesë. Faleminderes, lavdi dëshmorëve, lavdi dritave tona, e me barezat e Kaçanikit janë në rrugë ofër autostradës, doja për Kaçanik, që aty janë barezat e dëshmorëve, aty ju presë. Lavdi për jetë më dëshmorëve, lavdi dëshmorëve në lullet e Koshorës, një tretit agim Ramadanit, ashtu një 6 agim Bajramit. Lavdi. Shto vëllezër, miq të dashamirë, lavdi dëshmorëve kudo që janë, perenia i shpërbleft, unë ju ftoj nesër me 9 prill në Kaçanik të përundemi para dritave tona që kanë dhënë jetën për qëtë Kosovë, që tokë që të gëzani. Lavdi. Luftën për si zona e bjeshkve të shari.